Në këtë rast, a ka gjasa që Erion Veliaj të denoncoj aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama? Me sa di unë i ka denoncuar, e ka bërë të gjë me shkrim, me faqe të tëra me shkrim. E di këtë. Do më e di. Kam të dhëna që e di. Që e ka bërë. Tani, nuk kam letrat të dorë që ti të lexoj juve, që të gjojnë teleshikuesit. Por, kam të dhëna që e ka bërë. Pra, Spaku në këtë rast që nuk vepron. Por kemi thënë atë Spaku është në dorë të Edi Ramës, është kobure e Edi Ramës. Por nuk e shkrepi Edi Rama, nuk vepron Spaku. Një, e dyta, dhe po të veproj Spaku, nuk veproj gjyqtarët. Se janë ata që vendosin në fund fare. Spaku ka drejt vetëm, ka drejt ligjore që të bëjë kallëzimin në gjykatë, ta drejt ta dërgojë për gjykim. Por është gjykata e gjyqtarët ata që e pengojnë dhe nuk e bëjnë këtë veprim. Pra, vim tek fjala që thash pak minuta më parë. Kanceri është drejtësinë shqiptare. Po them realisht kanceri pasurueshëm malign, jo me shaka. Nuk bëj shaka, them është kancer dhe është tamam kancer. Drejtësia shqiptare. Duke filluar nga shumë kolegë të mi, leri pastaj prokurori gjyqtar që ata janë qasha mushek. A ka gjasa që Erion Veliaj të dal nga burgu dhe të shpëtoj duke e zauruar të gjitha shkallët e gjykimit në Shqipëri, por edhe nëse e dërgon në Strasburg? Të nuk mund ta besoj. Kjo nuk mund të ndodhë. Se asnjë nuk ka përgjegjësi, nuk ka kurajo që me 8 akuza të rënda që ka ai që rrezikon mbi 20 vjet burg, ta nxjerrin pafajshëm, si do nxjerrin. Se ka një problem tjetër. Po e nxorën pafajshëm, se këta megjithëse nga këta prej gjithçka, aq të pacip janë dhe aq të poshtër janë këta persona që do merren me çështjet e drejtësisë, sa që dhe mund ta nxjerrin. Mirë po, Kosova do vjen mbi shpatullat e mjet tuat. Të taksa paguesve shqiptarë. Se asgjë sta drejtësia shqiptare për 130 milion euro që paguajnë Beketit. Asgjë nuk tha. Asgjë s'ka thënë që deri tani janë paguar mbi 450-500 milion euro. Dëm shpërblime të shkaktuara nga dëmtuesi kriminale Edi Rama. Asnjë islet. Për fajt asaj drejtësie. Pra them që kanceri në Shqipëri është drejtësia. Shkoni shikoni në gjykatë se çfarë po bëhet. Kanë nxjerrë një metodë tani, e kanë bërë vetë. Të gjykojnë thotë në dhomë të këshillimit. Edhe dhoma e këshillimit janë 4 mure, edhe gjyqtari. E shikon ai edhe pse që bën Edi Rama. Zoti Islami, sa gjasa ka që Erion Veliaj të rikthehet në skenën politike shqiptare me këto akuza që rëndojnë ndaj tij, por edhe me shkarkimin e fundit që i bëri Këshilli Bashkiak dhe furtunës që ka nisur Edi Rama, i cili do të mbledh tashmë edhe nën drejtorët e bashkive në një takim së bashku me kandidaten për kryetare të bashkisë Ogerda Manastiriu. Dëgjo, nëse ndonjëherë do ketë gjyqtar dhe prokuror të ndershëm, ligjzbatues të ndershëm, Erion Veliaj nuk del kurrë nga burgu, pa marrë dënimin e merituar 20-25 vjet sa ka, që të dalë kështu para kohe, shanset janë zero, shanset ligjore, mënyrat, jo mënyrat, po hapësirat ligjore që ai të dalë nga burgu tani pa u lagur janë zero. E thash edhe një herë, mundet të bëjnë gjithçka këta për ta nxjerrë nga burgu, por edhe në politikë në atë parti nuk hyn dot më, sepse atje nuk e qas më Edi Rama, sepse ai e di që Edi Rama e futi në burg. Pra, përfundimisht shanset i ka zero. Për mendimin tim, se çfarë mund të ndodhë me këtë drejtësi, me këtë politikë, me këta njerëz që drejtojnë sot Shqipërinë dhe me këta burra të kastruar që funksionojnë në parlamentin shqiptar, gjithçka mund të ndodhë. Vendi çuditërave jemi neve, nuk ka ditë njeri, çfarë do vendimi që të marrin këta. U vranë 4 veta u pushkatuan, u pushkatuan, u ekzekutuan 4 veta në bulevard dhe nuk dihet asnjëri as tjetri. Pse se bën marrëveshjen e 2008-s që do jemi bashkë në pushtet dhe hajmë mirëpafshim. Avokata, ka një
personalitet apo një politikan apo një zyrtar brenda Partisë Socialiste i cili mund t'ja haj kokën Edi Ramës? Jo, zero, nuk ka. Nuk ka sepse Edi Rama i ka kastruar të tërë, ata i ka lidhur, i ka korruptuar të tërë me para dhe me firma, ka marrë firma të tërëve dhe i ka të tërë në dorë, sepse të tërë kanë vjedhur, të tërë kanë shkelur ligjin, të tërë janë për në burg, janë të tërë për në burg, ta dish, të tërë për në burg, komplet partia socialiste dhe PD-ja. Pra, Partia Komuniste me një fjalë e përmbledhur, grupi komunist që drejton sot në Shqipërinë i ashtu quajtur opozitë është i tëri për në burg. Kështu që Edi Rama e ka të garantuar atë. Mund të kishte ndonjë kush e di, ndonjë mini frikë, si të thuash, nëse do kishte një opozitë të fuqishme, konservatore, shqiptare, të rregullt. Opozitë të tillë nuk ka, kështu që do rri sa ti do i kepi. Nuk është kota e fjala e Edi Ramës që tha unë tha do ikin nga pushteti në 2050. Po, ta më ashtu. Atëherë do ikin. Avokat, së fundmi po qarkullon një video ku shfaqet Olsi Rama së bashku me deputetin e Partisë Demokratike Arjan Doj, ndaj të cilit disa vite më parë u bë edhe një atentat. Çfarë bën bashk Olsi Ramën, vllajën e kryeministrit Edi Rama, me një deputet Partisë Demokratike siç është Arjan Doj? Të bëjmë një operacion të vogël këtu. Olsi Rama nuk është person politik dhe mund të kontaktoj me këtë doj dhe të bëj çfarë të doj, mund të dërkoj, të darkoj me këtë doj qefi. Nuk kemi punë me Olsi Ramën. Sa përket deputetit të Partisë Demokratike në thonjza opozitari të PD-s, të PD-s, pa dyshim që ata i lidhin interesa të njohura tashmë, që nga Xibraku, e të tëra interesat edhe marrëdhëniet korruptive që ka Partia Demokratike me Edi Ramën dhe me njerëzit e tij. Po a bëj këtë pyetje sepse shumica e njerëzve kanë një lloj bindje se Berisha dhe Rama janë një bandë vetme përballë shqiptarëve. Po qa po të them deri tani, a them që është një bandë e vetme, a them që është një bandë komuniste, a them që ka lindur partia Enver Hoxhës, a them që është partia komuniste shqiptare në pushtet. Unë këto po të them ditë për ditë, njerëzit e din, unë gëzohem shumë dhe më vjen shumë mirë dhe është fitore në fakt e qytetarëve shqiptarë që më në fund kanë arritur të kuptojnë që janë komunistët të pushtet dhe këtë vërtetuar me rilindjen. Askujt nuk i bie përshtypje fjala rilindje. Unë thoshte dalë më ç'është kjo rilindja, çfarë rilindi këtu? Pra është tamam ashtu. Janë partia pjesëtar e Partisë Komuniste në pushtet. Pik.